I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, i drejtuar deruesi politik zoti Gazmend Bardhi, të nderuar qytetar të Fierit, mirëmbrëma zemra e Myzeqes, mirëmbrëma Fier, qyteti ku mbizotërojnë fushat e gjëra të mbushura me shpresë. Fitoria do të vi nga kjo tokë, e cila nuk bën vetëm rënjë dhe, por mban mira ëndra të ndershme. Fitoria do të vi nga vendi ku dielli lindë ndriçon mbi djersën e punëtorit e perëndon mbi shpinën e lakuar të fermerit, nga ky qytet. Fieri për 12 vite radhas i është kthyer në tokën e harruar të pushtetit, një tokë që dikur ushqente Shqipërinë tani thahet nga mashtrimi. Të rinjt u detyruan të largohen, naftëtarët u braktisën, fermerët u falimentuan. Këtu ku dikur fusha që gumëzhini nga puna, sot i kaplon një heshtje vrastare. Këtu ku vendi ka dhënë më shumë se ka marrë. Të dashur qytetarë të Fierit, jeni shembulli i gjallë i punës, i njerëzve që nuk dorëzohen, që nuk e ulin kokën e që kërkojnë dinjitetin e tyre mbrapsht. Mirënjohje për çdo fermer që nuk ka rreshtur së punuari, për çdo qytetar që s'ka hequr dorë nga e vërteta, për çdo të ri që ka zgjedhur të qëndrojë edhe kur shteti nuk qëndroi me ju. Faleminderit që jeni sot këtu bashk, si një trup i vetëm për të marrë hapin e ndryshimit. Dhe sot, siç na ka hije, le të nisim duke nderuar himnin e flamurit ton kombëtar. I pari që do të marrë sot fjalën është Omor Dulaj, një fermer. E mirëpresim. Fitore! Përshëndes zotin Sali Berisha me fitore të madhe dhe kënaqësia madhe që e kemi, me fitore të madhe. Quam Omor Dulja, një fermer i rrethit Fier. Gjithashtu dhe organizator i protestave të fermerëve. Organizator i protestave të fermerëve. Me përkrajen e zotit Sharka, që na ka përkrahur. Përshëndetje për zotin Sharka. Sot kam kënaqësinë, po edhe të thua se i dhërim për fermerët, që të flas në emër të gjithë fermerëve, si organizator që i njoh të gjitha hallet, dhe sot jam një fermer i thjesht, jo fermer i Impardit edhe i AZBR-s. Zoti Berisha duat kujtoj se i dhërim për fermerët, këtu e para 11 vjetësh, jemi kthyer nga emigrimi.
Jemi kthyer nga emigrimi me fjalën e këtij të gjatit Ramës, duke thënë që ktheuni të gjithë rinia të kthehet në Shqipëri të investoj. Unë si gjithë moshatarët e mi, erdhëm në Shqipëri para 11 vjetësh dhe me gjithë ato sakrifica që hoqëm në migrim dhe pak atë buxhet që kishim mbledhur e investuam në sera, në bujqësi. Këtu e 11 vjetë të gjithë fermerët, të gjithë ata që janë fermerë, që e ndjen vetën fermerë, janë të zhgënjur edhe të gjithë janë në borxhe. Rama neve na zhgënjeu, na futin në borxhe, rinin Rama e futin në borxhe. Fitore që kanë. Duke ardhur me fjalën e Ramës, investuam, po e shikojmë që kemi falimentuar dita ditës, po rrim me kredit të pashlyera që kemi marrë, se duam të qëndrojmë në vendin tonë, të investojmë në vendin tonë, mos punojmë jashtë, dhe mezi po ja dalim me të larë kredit. Të gjithë fermerët sot janë falimentuar, dhe ne duam me shpresën tuaj me programin që keni ndërtuar për bujqësinë, duam që ti të na mbështetësh dhe të gjithë fermerët e gjithë Shqipërisë kanë fitoren në 11 maj për Sali Berishën. Numrin 1. Një thirrje dhe diasporës, një thirrje, mos të zhgënjen si zhgënjeva unë këtu e para 11 vjetësh, po kur të votojnë në atë kutin që po votojnë, mos të bëjnë gabimin, po të bëjnë zgjidhjen e duhur. Numri 1 është zgjidhja jonë. Numri 1 është për rinin, është për bujqësinë. Sali Berisha është për Shqipërinë, është firimtari i Shqipërisë. Edi Rama në ka futur në borxhe. Roft Sali Berisha. Roft me fitoren 11 maj. Rofshin fermerët dhe rofshin të gjithë demokratët që përkrajnë dhe do të përkrajnë sa të jetë Partia Demokratike. Roft me një fitore të madhe. Vetëm për kraje duam Zoti Berisha. Një fjalë kam na fermerët, se jam organizator, që që thash pak parë, jam organizator i protestave, vetëm një fjalë, programin që ke shtruar duhet na imbash, na pretendosh, se në të kundërt neve do dalim prapë në për rrugë, në për protesta, por nuk besoj fitoren e kemi në xhep. Fitore, fitore, fitore! Fitore! Duhet flas pak dhe për rinin, që Rama na i ka largua, nuk është pjesa ime kjo, po unë u futa në pjesën e rinis. Të gjithë njerëzit, të gjithë rinin e ka larguar, ai po na largon. Po na largon vetë me qëllim, mos të ketë rinin, këtu të ketë vetëm moshën e tretë. Duhet flas pak për bujqësinë, për plerat kimike dhe për pesticidet. Neve imazhin si fermer, Sali na i ka ullur Edi Rama. Thot që fermerët e lëmojnë, fermerët bëjnë, duke ditur që ministria, a kryeministrat fusin pesticidet që nuk lejohen dhe neve nuk i dim dhe këtë duam që të na i premtosh që mos të goditen produktet tona në Europë. Fitore, fitore, fitore. Para se të vi folsi i radhës, ju lutem ju rikujtoj që flakadanët janë të ndaluar, kështu që ju lutem mos i ndizni më. Faleminderit. Tani ftoj në podium Gosma Gjatën, një pensionist mësues, e mirëpresim.
Mirëmbrëma demokratë dhe demokrate. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Të nderuar kandidat për deputet të qarku të Fierit, të nderuar qytetar. Të flasësh nga ky podium përpara bashkëqytetarëve të tu dhe përpara kandidatëve për deputet të qarku të Fierit, pa dyshim që është nder. Por të flasësh nga ky podium përpara liderit historik të Partisë Demokratike, përpara legjendës dhe herojit të Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, është më shumë se nder. Është dy herë nder, është emocion. Të them të drejtën, e kisha me shumë pikpyetje të flisja sot nga ky podium. Por pikpyetja nuk më mburonte nga mungesa e angazhimit, por nga dëshira për të bërë më të mirën. Por kam menduar gjithmonë dhe në vazhdimsi se më shumë se fjalët është momenti që kanë rëndësi veprat dhe puna. Unë jam një mësues pensionist, por në asnjë moment nuk kam rreshtur se kërkuari dhe foluri për ndryshimin. Dhe sot po ja u them me bindje plot se ka ardhur koha për ndryshim dhe se ndryshimi nuk është thjesht nevojë, por më shumë se kur është domosdoshmëri për të shpëtuar vendin nga kjo e keqe që e ka zënë me sektin e rilindjes në Partinë Socialiste. Dhe ndryshimin mund ta sjellë vetëm Dr. Sali Berisha si kryeminist i Shqipërisë. Prandaj unë ju bëj thirrje juve bashkëqytetarë, ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve, u bëj thirrje të rinjve të rejave, u bëj thirrje pensionistëve të mbar Shqipërisë, që të votojnë ndryshimin më 11 maj dhe të votojnë Aleancën për Shqipërinë Madhështore, të votojnë Partinë Demokratike me në krye Sali Berishën. Dole këtu për të folur për një aspekt programit Partisë Demokratike. Dole këtu për të folur për pensionistët. Në të gjithë fushatat, programi elektoral i Partisë Demokratike për prodari ekonomik ka qenë padyshim më i miri në krahasim me gjithë forcat e tjera politike. Por në këtë fushat, programi i Partisë Ekonomike padyshim që është nga më të mirët edhe i vetë Partisë Demokratike për vite me radhë. Të japim Partisë Demokratike një beftësim në avans për të përmbushur premtimet e saj. Janë shumë pika, por të desha të ndalesha tek pikat kryesore të pensionistëve. Programi i Partisë Demokratike parashikon rritjen me 200 euro të minimumit jetik. Vërtet ndoshta nuk është ndonjë gjë e madhe, por është i domosdoshëm për të bërë një jetë dinjitoze dhe për mos i shtrit dorën për lëmosh të tjerëve. Pikë tjetër me rëndësi në programin e Partisë Demokratike është rritja e pensioneve me 20% brenda vitit të parë të mandatit 4 vjeçar të Partisë Demokratike, por jo vetëm rritje mbas andaj dhe 20% në çdo vit për pensionistët shqiptar. Nuk mund të lë pa përmendur kartën e konsumatorit, e cila do të shërbejë për rimbursimin e TVSH-s për ushqimet e shportës. Gjithashtu, po me kaq rëndësi, është edhe programi i Partisë Demokratike për baronat. Partia Demokratike parashikon që të subvencionojnë 100% baronat
për pensionistët. Dhe jo vetëm kaq, por barëra që do të jenë në farmacitë shqiptare do të jenë barëra të certifikuar nga Bashkimi Evropian. Një barë do të jetë i certifikuar në më shumë se 2 vende të Bashkimit Evropian. Kjo është vërtet një arritje shumë e madhe e Partisë Demokratike me Sali Berishën kryeministër. Sepse Rama në 12 vjet, jo vetëm që nuk bëri asnjëherë rritje pensionesh, por bëri indeksim gjysmak. Bëri indeksim gjysmak, i cili nuk ishte asnjëherë raport me inflacionin. Prandaj të dashur bashkëqytetar, ne duhet të japim besimin Partisë Demokratike dhe më pas t'i kërkojmë llogari për të mbajtur çdo premtim që ajo ka bërë në këtë fushat elektorale. Sot është koha që secili të vendos me mendje dhe me zemër, t'i lëm për një moment ndasit. Ne pensionistët të mendojmë për familjet tona, të mendojmë për xhepin ton, të mendojmë për njerëzit tanë. Gjithsecili të bëjë një analizë për atë çfarë ka kaluar në këto 12 vite, ndëshkimin e të korruptorëve dhe ata atyre që kanë varfëruar, ne mund ta bëjmë te kutia e votimit, duke votuar për rritjen e pensioneve, duke votuar numri 1, duke votuar për doktor profesor Sali Berishën, kryeministër të Shqipërisë. Zoti e bekoft Shqipërinë, roft Partia Demokratike, roft profesor doktor Sali Berisha. Fitore, fitore, fitore. Mirëpresë për të mbajtur fjalën e tij kryetarin e Degës Fier, zoti Rapi Gjika. Shumë i nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Mirë se erdhe në fierin tonë. Të dashur bashkëqytetar, demokrate dhe demokrat të Fierit. I nderuar zoti Bardhi, drejtues politik i qarkut Fier. I nderuar Luan Baçi, deputet i Fierit, kolegu dhe miku jon i përhershëm. Të nderuar miqtë e mi, koleg kryetar të degëve dhe kandidat për deputet të qarkut Fier. Sot është një ditë e veçantë, sepse shënon fillimin e një rrugtimi të ri, një rrugtim shprese, besimi dhe përkushtimi për të ardhmen tonë të përbashkët. Jemi së bashku sot më të fortë se kur, për të prezantuar ekipin tonë të fitores kandidatët e Partisë Demokratike për qarkun Fier. Do ndaj me ju programin e reformave dhe vizionit ton për Shqipërinë madhështore. Jam i bindur se nga Fieri do të nisë ona e fitores e 11 majit që do të ndryshojë Shqipërinë. Ne jemi të gjithë këtu bashkë për të kërkuar mbështetjen e çdo njërit prej jush, sepse Partia Demokratike ka një program të qartë, të realizueshëm në angazhime serioze për të ngritur ekonominë, punësimin, biznesin, tregun dhe për t'i kthyer shpresën rinisë. Ne kemi marrë zotime që do t'i realizojmë ato që themi dhe jo të bëjmë premtime bosh, ashtu si ka bërë Edi Rama në këto 12 vite qeverisje të mbrapshta. Prandaj, ju ftoj të gjithëve të mbështesim kandidatët e Partisë Demokratike dhe të punojmë së bashku për një të ardhme më të mirë për Fierin, Lushnjën, Divjakën, Patosin, Mallakastrën dhe Roskovecin.
Partia Demokratike me në krye liderin historik, profesor doktor Sali Berishën, ka qenë dhe do të mbetet zëri i qytetarëve, forca politike që sjell shpresën dhe progres. Ne nuk jemi këtu vetëm për të kërkuar votën tuaj, po për të ndërtuar një marrëveshje të ndershme me ju dhe me qytetarët tanë. Në këtë fushat, Partia Demokratike afron zgjedhje konkrete. Ne nuk do të premtojmë më shumë se sa mund të realizojmë, për çdo premtim është një angazhim që do ta çojmë deri në fund me përkushtim. Unë ju ftoj të gjithëve të bëhemi pjesë e historisë së lavdishme. Me votën tonë në 11 maj të ringrem Shqipërinë për familjet dhe fëmijët tanë. Mbështetja juaj është forca jonë. Faleminderit për besimin tuaj. Rof Partia Demokratike. Rof profesor doktor Sali Berisha. Ftoj të mbaj fjalën e tij drejtuesi politik të Qarkut, Gazmend Bardhi. I nderuar kryetari Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, në emër të gjithë qytetarëve të Qarkut Fierit, mirë se erdhe në Fier. Të nderuar kolegë të ekipit fitues të Qarkut të Fierit. Të nderuar demokrat, qytetar të Fierit, të Lushnjës, Divjakës, Roskovecit, Patosit dhe Mallakastrës, mirë se keni ardhur. Faleminderit që e keni bërë sot këtë sallë kaq të bukur dhe kaq mallështore. Para se të vija këtu, u takova me disa të ri që nuk kanë votuar më parë për Partinë Demokratike. Ato janë sot me ne këtu në sallë dhe dua t'i falenderoj publikisht për besimin e lënë ndaj Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ju siguroj që keni bërë gjën më të mirë duke u bashkuar me Partinë Demokratike. Është vendimi i duhur në kohën e duhur. Jam i bindur se kështu do të bëjnë në 11 maj me mira e mira të rinje të reja Firak, që duan një jetë më të mirë, duan një të ardhme të sigurt, duan punë, duan të jetojnë në Shqipërinë europiane që do ta ndërtojmë bashkërisht këtu. Por Shqipërinë europiane nuk bëhet dot as nga Edi Rama, as nga Belinda Balluku, as nga banda e drejtorëve që kanë sjellë tu në Fier për të mbjell frikë përmes arrogancës, shantazheve dhe korrupsionit. Nëse do të bëhej një garë se kush e do më shumë Shqipërinë europiane, besoj se rezultati dihet. Ata jemi ne, Partia Demokratike, demokratët kudo ku janë në Shqipëri. Ne duam Europën sepse ne duam gjithçka që Edi Rama shkel me këmbë. Ne duam njerëzit punëtor, ai don oligarkët. Ne duam ligjin, ai don bandat. Ne duam shtetin ligjor, duam drejtësinë para së cilës të gjithë të jemi të barabartë. Duam shtetin e drejtës, shtetin që nuk diskriminon, shtetin që përkujdeset për qytetarët e vet, shtetin që nuk vjell popullin më të varfër në Europë.
shtetin që nuk korrupton, shtetin që lufton krimin e organizuar dhe nuk është partner me bandat, me vrasrit, me trafikantët e drogës. Këtë shtet nuk na e siguron dot Edi Rama, sepse që ditën e parë në politik ka qenë e kundërta e një europiani, ka qenë anti-shteti, anti-Europa. Nuk ju asiguron dot Europën Edi Rama, as të rinjve, as prindërve të tyre, sepse Edi Rama mund t'jetë një anadollak, por kurse si një europian me mundësi qeverisëse. Ai është e kundërta e Europës, ai shkel ligjin, ai abuzon me pushtetin, ai përbuz njerëzit e zakonshëm, ai firmos vjedhjen e miliona eurove çdo ditë. Ai ka sjell këtu në thirr, siç ju jeni dëshmitar, njeriun më të korruptuar dhe që ka arrogancën më të madhe shtetërore që ka patur ndonjëherë ndonjë zyrtar publik. Belinda Balluku dhe banda e saj elektorale që janë të gjithë nën hetim dhe procedim nga SPAK-u për vjedhjen e miliona eurove ndaj shqiptarve. Këta nuk janë europian, këta janë fiks taleban që i kanë vendosur minat shoqërisë shqiptare duke detyruar mbi 500.000 të reja e të rinj, profesionistë dhe punëtor të ikin në emigracion. Këta nuk janë europian. Një europian nuk bën tender 10.000 euro për larjen e makinës si që bëm Belinda Balluku. Një europian nuk vjell 50 milion euro në një dorë të vetme në tunelin e Llogaras si që ka bërë Belinda Balluku. Një europian nuk bashkëpunon me krimin e organizuar për të fituar vota. Një europian nuk përdor kompanit apo administratën publike për të kërcënuar njerëzit me bukën e gojës. Ka më shumë se 12 vjetë që Edi Rama dështon të bëjë reforma, edhe pse ka pasur çdo pushtet në dorë, thuaj se i vetëm. Nuk ka për t'i bërë, edhe sikur t'jetë 12 vjetë të tjera, sepse është i paaft, sepse nuk don, sepse nuk din. Ai është kundër llogaridhënies, kundër transparencës, kundër kontrollit. Manipulimi, mashtrimi dhe korrupsioni janë oferta e vetme Edi Ramës dhe Belinda Ballukut edhe për qarkun e Fierit. Të dashur qytetar Firak, mos shkoni larg, as në 2013-ën, as në 2017-ën, por riktheni në kujtesë 4 vite më parë ku Edi Rama në 2021-shin erdhi këtu në Fier për t'ju kërkuar votën. Premtoi 6 gjëra kryesore në qendër të Fierit në mitingun me qytetarët. Premtoi universitet të ri ndërkombëtar të mjekësisë në Fier. Është bërë gënjeu. Premtoi restaurim të çdo lagje dhe të periferisë së qytetit Fierit. E ka bërë gënjeu. Premtoi asfaltim të zonave rurale në çdo fshat dhe në çdo lagje të fshatrave. A e ka bërë gënjeu. Premtoi ujë 24 orë për gjithë qarkun e Fierit. A e ka bërë gënjeu. Premtoi pallat sportesh. Premtoi pallat sportesh dhe stadium të ri. E ka bërë gënjeu. Premtoi për fermerët infrastrukturë në tokat bujqësore, certifikatat e pronësisë për çdo fermer, uljen e çmimit të naftës dhe të inputeve. A e ka bërë gënjeu. Pra shkurt ju premtoi gjithçka, por ju ofroi vetëm lugën bosh. Prandaj ju keni në dorë që lugën bosh të Edi Ramës t'ja ktheni po bosh në 11 maj. Mos i jepni asnjë votë kryeministrit mashtrues dhe bandës ti në Fier. Mos mbani peng familjen tuaj, fëmijët tuaj edhe 4 vite të tjera me një votë që ata e hellin në koshin e madh
të korupcionit, arrogancës dhe abuzimit. Fieri ka mundësinë historike për t'i bërë nder vetes, duke ndëshkuar atë që e ka nëpërkëmbur Fierin. Më mirë se kushdo tjetër, ju e ndjeni tradhtinë e këtij pushteti. Ju ka marrë vota sa herë ka dashur dhe nuk ka mbajtur asnjë pretim. Vetëm ju ka mashtruar, ju ka marrë për të mirëqenë të dashur qytetarë të Fierit, duke abuzuar me besimin tuaj. Kam parë me keqardhje se sa shumë zona këtu në Fier jetojnë si në mesjet. Kjo nuk është Europë, ky është një realitet që mban në pushtetet Edi Rama, duke varfëruar qytetarët e zakonshëm, duke ju detyruar të largoheni nga vendi. Ne, Partia Demokratike, nuk jemi të përsosur, as nuk pretendojmë të jemi të tillë. Kemi bërë plot gabime edhe në qeveri, edhe në opozit, por ne dim të korrigjohemi dhe ju na keni parë publikisht duke u transformuar në një parti që është më pranë njerëzve, larg arrogancës, një parti që në këto zgjedhje ka shansin e madh të bëjë mirë gjithçka nuk mundi të bënte në qeverisjet e kaluara. Garancia jonë për këtë është kryeministri jonë i ardhshëm Sali Berisha, vizioni dhe provoja e jashtëzakonshme e gjithë ekipit ton për të fituar dhe për të bërë realitet programin e jashtëzakonshëm demokratike. Kë kemi ne përballë në qarkun e Fierit. Kemi ekipin personal Belinda Ballukut që fyen çdo socialist të ndershëm dhe jo më qytetarët e këtij qarku. Kemi fiks shokët e Belindës, Ceno Klosi dhe Klevis Jahaj, që nuk i ka sjell me vete në Fier për të përfaqësuar qytetarët, por për t'i dhënë imunitet parlamentar me shpresën se do t'i mbroj nga burgu. Bizneset e Fierit e mbajnë mend herët ish drejtorin e tatimeve të korruptuarin Ceno Klosi, si njeriun që vendoste gjoba korruptive vetëm e vetëm që t'i nxinte jetën biznesit të ndershëm Firak dhe t'i çonte ato drejt falimentit. Qytetarët e Mallakastrës e kujtojnë drejtorin e ujësjellësit Klevis Jahajn, që si drejtor ujësjellësi dhe bi Mallakastre nuk bëri asnjë investim në Mallakastër dhe sot kjo zonë, kjo tredh mbetet zona që ka problemin më të madh me ujin e pishëm. Ai u kujdes vetëm për të shtuar të ardhurat e familjes tij me tendera korruptiv dhe klientelist. Dhe me qëra fjala te ky i fundit kam një këshill publike. Ndrysho mallin dhe ule pak dozën, se s'ta kam fajin shtyllat e rrugëve në Mallakastër që një herë në 2 ditë i ka për qafe me makinë. Qytetarët e Patosit bëjnë barsaleta me premtimet boshe të shoqes Antoneta, që në 2 mandate do të kujtohet nga qytetarët e Patosit vetëm për servilizmin ndaj Belindës, me të famshmen torta Belamafia, ndërkohë që nuk ngriti kur zërin që Patosi po shuhet nga varfëria që ka prekur çdo familje. Për të mos humbur kohë me anonimët e tjerë të listës personale të Belinda Ballukut, që nuk përfaqësojnë për fat keq asnjë socialist të ndershëm të këtij qarku. Prandaj në 11 maj, Fieri ka shansin historik t'i japë Shqipërisë një ekip deputetësh dhe një qeveri që punon për qytetarët. Ne kemi programi më të mirë, ekipi më të mirë, liderin më të pakrahasueshëm, më të mirë. Dhe dua t'ju them diçka që se kam thënë kur më parë. Pas 11 majit, ne nuk kemi shumë shanse për të gabuar. Alternativa jone vetme është suksesi. Le të ndërtojmë së bashku rrugën e suksesit për veten, fëmijët dhe familjet tona. Në 11 maj jemi të gjithë njësha. Votoni Partinë Demokratike, vendosni për familjen, jo për partinë.
ata të partisë në pushtet e kanë rrugën e përcaktuar, e kanë rrugën në burg, dhe më besoni janë pa shpëtim. E ardhmja jeni ju, është Partia Demokratike, fitore, fitore, fitore! A jeni gati për ekipin fitues të Partisë Demokratike? Gazmend Bardhi, jurist. Luan Baçi, jurist. Brunilda Haxhiu, arsimtare sipërmarrëse. Sajmir Koreshi, jurist. Eduard Sharka, financier kontabilist. Pelavia Bufi, arsimtar. Ledion Sala, inxhinier nafte. Gentian Qela, ish futbollist. Arben Çuko, jurist sipërmarrës. Maltin Togani, inxhinier elektrik. Ardian Fero, mjek stomatolog. Ajet Gurguri, ish futbollist. Silva Hasaj, financiere. Gentian Koçi, ekonomist sipërmarrës. Samena Malenja, shkenca politike. Pajti Murizi, arsimtar. Suzana Numani, arsimtare sipërmarrëse. Lulieta Sejko, financiere kontabiliste. Fatjon Semanjaku, ekspert në inteligjencën artificiale. Ky pra është ekipi fitues i kryetarit të Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Erdhi koha për momentin e shumë pritur. Kam deri të ftoj në podium liderin historik, prijesin e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, profesor Dr. Sali Berisha. Të dashur qytetarë dhe qytetarë, të fjerit, lushnjes, Mallakastres, Patosit, Roskovecit, të dashur myzeqarë dhe myzeqarë, Mallakastriotë dhe Mallakastriot, Kosovare dhe Kosovar, Labe dhe Lebër, mirënjohjen më të pakufishme, nderimin më të madh për mesazhin tuaj që përcillni në qarkun e fjerit dhe në mbarë Shqipërisë. Mesazhin e fitores, mesazhin e triumfit, mesazhin e ndarjes së Shqipërisë dhe shqiptarëve nga një keqe e madhe dhe e pamerituar që ata përjetuan këto 12 vite. I dashur zoti Gazmend Bardhi, udhëheq politik i qarkut të fjerit, kryetar të degëve të Partisë Demokratike të këtij qarku, përfaqësues të shkëlqyer të qytetarëve të fjerit, Lushnjes, Mallakastres, Patosit, Roskovecit, në parlament e ardhshëm shqiptar, krenaria e qytetarëve të këtij qarkut
krenaria e shqiptarve kudo që janë. Një përshëndetje të përzemërt kam për të gjithë bijtë dhe bijat e Fierit, Lushtjes, Mallakastres, Patos të Roskovecit, kudo që ndodhen sonte në Shqipëri dhe në diasporë. Të dashur miq, sot në mbar vendin entuziazmi, energjia, optimizmi i popullit opozitar tek fitoria ka bërë që era e demokracisë të fry në të katëran të këtij vendit bekur. Unë jam sot para jush për të paraqitur së bashku me përfaqësuesit tuaj të ardhshëm projektin ton për Firin madhështor, Lushtjen madhështore, Mallakastrën madhështore, Patosin madhështor, Roskovecin madhështor. Unë vite kju si përfaqësues i koalicionit më të madh opozitar të krijuar që nga vitet 90 gjersot, por vi gjithashtu me programin, me projektin më të mirë, me projektin që krijon një mundësi të re për çdo shqiptar dhe shqiptar, për çdo të ri dhe të re, për çdo burr dhe grua, për çdo fermer dhe punëtor, për çdo biznesmen, për mbar qytetar shqiptar. Projekti ynë nis jetën e tij, me mbrojtjen e vlerave themelore të individit, të familjes, të shoqërisë. Ne besojmë se diteti njeriu, se diteti njerëzor është vlerë e gjitha vlerave. Për të cilën jemi të gatshëm të bëjmë çdo sakrificë, të paguajmë çdo çmim, në mënyrë që çdo shqiptar të trajtohet me ditet. Këto 12 vite, ata që etiketuan veten si rilindas, ata zhytën në mjerim, në skambje të skajshme. Ata detyruan të qajnë me lopë të ftohta mjerimi, qindre mira, burra dhe gra, të moshur, që sot paguhen me një pension më të pakët se sa paguhen Gjermani 100 shtëpi apo një macë shtëpie. Jo kur më, kjo nuk pranohet. Na edhe ne shpallim solemnisht se në Shqipëri në 100 ditë e para do ketë zero varfëri ekstreme. Mjerimin do e përjashtojmë nga Shqipëria.
Miqtë e mi, nuk ka dhe nuk do ketë pensionist me cilin do lloj pensionit pjesëshëm plot e tjerë, që do marë më pak se 200 euro në muaj. Nuk ka dhe nuk do ketë, të papun, nuk ka dhe nuk do ketë një qytetar në ndihmë ekonomike, nuk ka dhe nuk do ketë student me bursë, jetim në familje, që do marë më pak se 200 euro. Nuk do ketë më shqiptar që do numërojnë kafshatën, nuk do ketë më shqiptar që s'do mund të blejnë ilaçet e tyre. Jo dhe jo, lista e Republikës Italiane për ilaçet e rimbursueshme do t'jetë lista juaj, lista e Shqipërisë. E thash dhe e them, ne do fillojmë nga digniteti njerëzor, po se lëndon asgjë më shumë dignitetin se sa skamja që detyron të numërosh kafshatën. Se lëndon asgjë më shumë shpirt e njeriu dhe dignitetin se sa sofra që s'lejon të ushqesh fëmijët e tu. Se sa sofra që s'lejon të japish 3 vakë të ushqim fëmijës tënd. Ndaj dhe kjo merr fund. Dhe jo vetëm kaq. Rrogat minimale do t'jenë brenda 3 muajve 100 ditë e para 500 euro. Asnjë rrogë me pak. Ushqimet, rrogultit, pensionistët do t'i marrin 20% më lirë se të tjerët. E gjithë të vëshëja e blerjeve të tyre do t'u rikthehet dhe në një vit arrin 450 euro, arrin 2-3 pensione, arrin rreth një rrogë minimale. Pra miq, me këtë projekt ne u krijojmë një mundësi atyre që shkrin jetën e tyre në ndërtimin e kësaj Shqipërie që kemi sot, që jetojnë me dignitet, të mos presin ilaçet nga njerëz të tyre nga jashtë, po t'i marrin këtu pa lek, dhe t'i marrin të njëjtën cilësi. Ku do i marrim ne këto para? Ju lutem, më ndiqni vetëm një moment, se unë e di që çdo bashkëbisedues mund t'u pyes ju, po ku do i gjejnë këta demokratët këto para? Këto para, miqtë e mi, janë që të gjitha taksa tuaja që ju paguani në çdo gotë ujë që pini, në çdo kafshat që hani. Ndaj edhe ne s'bëjmë gjë tjetër, vetëm do u kthejmë parat ju, do u kthejmë me përparësi absolute parat ju. Është ditë e zezë, është ditë turpi, është ditë pa shpirtësi e dita kur Edi Rama sollin parlamentin shqiptar buxhetin 8 miliard euro dhe ndau për 760.000 nëna dhe vovallar, gjyshe dhe gjyshër të këtij vendi gjithsejt 16 milion euro. 16 milion euro ndërkohë kur vetë harxhon me avionin taksi 21 milion euro
me 140 udhëtime. Miq, ju lutem, në vitin 2013, ne kishim pensionin mesatar 143.000 lek. Sot është 172.000 lek. Por, që ka ndodhë? Ka ndodhë që çmimet janë 2 dhe 3 fishuar. Ka ndodhë që buka e cila ishte 400 lek, 500 lek, sot është 900 dhe 1000 apo 1100. Ka ndodhë që qumshti të dyfishohet. Ka ndodhë që mishi të dyfishohet. Zarzavatët të 3-4 fishohen. Çfarë do thot kjo? Kjo do thot, o miq, që pensionisti sot, për të përballuar këto çmime duhet kishte një pension 393.000 lek. 393.000 lek. Ju lutem, shkojmë prap tek ai vit. Në vitin 2013, pensionisti malazez nuk mirëte 143 lek, 3.000 lek, por mirëte 138.000 lek pension. Sa merr sot? 450.000 lek, 450 euro pension. Sigurisht, rritet çmimet, rritet pensioni, rritet rroga, dhe nuk krijen në mjerim si që la Edi Rama. Jo dhe jo, merë fund 100 ditë të para tonat. Pra, ku do gjejmë ne parat? Parat janë tuaja, janë taksave tuaja. Ne paras gjithashtë dhe u këthejmë ato ju. Por më falni, ne do gjejmë parat, ne i kemi parat, se nuk ka ndodhë dhe nuk do ndodhë kur që të zhduken 130 milion euro për djegësin e Tiranës, të mos ketë tullas nishan. Dhe kjo lubi balluku që keni këtu, kjo paguaj me taksa tuaja njësin e mbikëqyrjes punimeve të djegësit. Por lubia, ju lutem, lubia 5 vite, 6 vite nuk bëri asë një raport për asë një situacion, për asë një zhvillim, për djegësit e Tiranës. Ja ajo që u vjen me gjigla dhe mingla. Po pse se bëri? Se parati Mirë të Rama. Ajo e dinte se parat që i përshin shkonin në kontot bankare të Edi Ramës dhe Erion Velis. Dhe ndaj, ju pagunit rogat e njësis mbikëqyrse para që zhdukeshin. Nuk do ndodhë kur që kryeministri të udhtoj me avion në dispozicion privat, jo do udhtoj si ju. Dhe ju siguroj se sërë vetëm kryeministri Shqipërisë do udhtoj si ju, po ka dhe kryeministra tjerë të vendeve shumë më të pasura se Shqipëria që udhtoj me avion të linjave tregtare. Nuk do hapë kryeministri i Shqipërisë shishe 33.000 euro në dreka dhe darka. Absolutisht. Nuk e hapë as prendori Japonisë, as presidenti Shteteve të Bashkuara,
as kancelari i Gjermanisë. Jo, nuk hap njeri me para taks paguesve shishen 33.000 euro. Nuk ndodh kjo. Edhe po të adhuroj njeri nuk e pranon. Kodi moral, ligjet e çdo vendi, detyroj zyrtarin të refuzoj një dhurat të tillë. Kam një lutje për nënat, gratë dhe motrat e Mallakastres. Mendoni një moment, këte lubin që vjene sillet këtu, sigur t'ishte bodyguardi e Edi Rams, për t'u mashtruar ju, për t'marrë votat. A e dini ju të dashura, të nderuara zonja e zonjushe, se ajo, për t'pastruar, për t'lavazh makinës vet, harxhon me dokumenta 10.000 euro çdo muaj. Nuk di, s'kam dëgjuar kur që shpenzohen vetëm për lavazh mujor 10.000 euro për BMW-n e saj. Po kjo tregon shumë. Kjo tregon se këta njerëz, ky grup, për këta njerëz, për këtë grup ju nuk ekzistoni. Pensionisti nuk ekziston, qytetari nuk ekziston. I riu është për t'u flakur nga Shqipëria, sepse voton kundër tyre. Miqtë e mi, unë jam këtu për të garantuar fermerët e mrekullueshëm të Mëzëqes dhe të gjithë qarkut se mbështetja e qeverisë së ardhshme për ju do të pesëfishohet. Do me thënë, sot ju merrni 32 milion euro subvencione. Do të mirni mbi 200 euro subvencion për çdo fidan, për çdo njësi prodhimi, për çdo kokë bagti. Ju garantoj se Ballkani i hapur do përfundoj në kosht të plehrave javën e parë të qeverisë sonë. Dhe se ju, o njerëz punëtor, që ndërtoni jetën me çurk djerse, do të keni një krim krejt tjetër suksesi. Qeveria, për ju që punësoni 500.000 shqiptarë, për ju që jepni 20% të prodhimit, do rikthej pa tek ju kredit të buta me 80% të interesit të mbuluar nga qeveria. Është zotimi ynë. 70 milion euro në vit do investohen çdo vit për ujitje, për kullim, për mbrojtjen e tokës. Prodhimet tuaja do kenë mbrojtje sezonale. Made in Albania është krenaria jonë. Prodhimet tuaja do jenë krenaria jonë. Shërbimet e ekstensionit do jenë falas, do mbulohen nga qeveria. Dhe uja fjallën ju këtu sot se qeveria jo vetëm do mbroj, po do bëj gjithçka për krimin e tregjeve në rajon, në Europë dhe në botë për prodhimet shqiptare. Çdo fermer le të pyes sot
Sali Berishën, të pyes nga zbardhin për faqësues të tij. Po pse ne e bëjmë këtë? Po ne s'bëjmë asgjë tjetër. Vetëm u kthejmë parat ju. Parat që marrin tek fermerët. Nuk bëjmë asgjë tjetër. Vetëm u vendosim ju, o njerëz të punës dhe të djerës, në një start të njëjtë me fermerët e Maqedonisë, fermerët e Kosovës, fermerët e Serbisë. Nafta do të ketë subvencionim identik me të këtyre vendeve dhe naftë në Shqipëri nuk do mund shitet kur më me çmim plus minus 10% dallim nga çmimi në Maqedoni dhe në Kosovë. Edi Rama merr për çdo litër naftë nga xhepat tuaj 1.1 euro, merr fund. Ngarkesa fiskale mbi naftën do të jetë e njëjtë me Kosovë dhe Maqedoninë. Pra, ne do jemi të drejtë me ju. Dhe ne do bëjmë gjithçka për sukses të fermave tuaja, për komplekset agrobujqësore. Parlajmoj të ashtu quajturit investitor strategjik. Mos prekni as 1 metër katror pronë të qytetarëve shqiptarë. Se në absolute do konfiskohet dhe do ndërshkoj për korupcion. Kudo që shkoj, ankesa për grabitjen e tokës, isha në Korçë, më thoshte tjetri, tek ligjat e përmetit kemi 10 hektar, po ne grabistin. U thamë që bëhet kështu, si mund ta grabisti tokën? Na ka dhënë Edi Rama, që përgjigja. Edi Rama bashkë me ta do shkoj atje ku duhet. Prodha e tjetrit nuk preket. Të dashur miq, Made in Albania do t'jenë prodhimet e uzinave, fabrikave, bizneseve të Fierit. Unë garantoj biznismen se revolucioni ynë fiskal, se takse e shesh për gjysmimi bazë fiskale, ulja në 15% të VSH-s, ulja e çmimit të energjisë elektrike nga 18 lek në 6 lek për biznesin. Janë zotimet tona, biznismen të vegjël. Ju premtojmë sot se këta bashkjak hajdut do ta kenë kufirin të thana, se s'do mund vendosin kur taksa në të larta mbi ju se 1% të xhiros tuaj. 1% të xhiros. Dhe se tavanit për të VSH, për tatimin mbi të ardhura, nga 100 dhe 140.000 euro do kalojnë të dyja në 180.000 euro. Suksesi juaj është qëllimi ynë. Miq, pasurit e kësaj treve do t'jenë para gjithash pasuri të banorëve të saj. A imagjinoni ju treva që nxjerr 1 milion ton naftë në vit dhe që kanë gjitha pasurit, boshatisen çdo ditë, çdo javë nga muaj, çdo muaj nga bitë e saj. Merr fund. Politika jonë do t'jetë, betejë jonë do t'jetë, zotimi ynë do t'jetë, të ri, çdo i ri, ëndrrën e tij në Shqipëri, shkollim, punësim, qati dhe strehim,
financim për biznesin. Të dashura, zonja, zonjushe, nëna, motra, gjyshe, të firit dhe mbarë Shqipërisë. Ju e shifni. Ju e shifni se si Edi Rama, një mizogen i damkosur, mendon se po shfrytëzon takimet me ju për të fshehur së pari të gjitha dështimet e tij. Dhe u thot në këto takime se fajnë e ka këneta, se volja i 130 milion euro, si pas ti të kju fajnë e ka këneta, se i mori beketi i 120 milion euro, si pas ti të kju fajnë e ka këneta, se pastron Lubia 10.000 euro makinën muaj, për sëri fajnë e ka këneta. Se të smurt vdesin në spitale për ilaçe, dhe se si shtot vetë kryen krime kundër njerëzimit, për sëri ju thot fajnë e ka këneta. Ky njeri që nuk ka ndjejat më minimale njerëzore, ky njeri që kur erdhi puna për 760.000 burra dhe gra, pensionist, dhe i tham që urdhot votojmë minimum jetik, ajo tha do t'ishte humner. Do t'ishte humner. Ky njeri që deklaroj se vdekja e smurve në spital onkologjik për munges ilaçes ishte krim kundër njerëzimit, nuk mori as një mas, dhe sot pas 3 muajsh gjendje e tyre është shumë më e kërcënuar, më e keqe. Ky njeri i cili shpërndan zëdhënësit e ti të thonë se pensionistët mirë janë, çfarë kanë ata? Se këtu nuk vdes njeri për bugë, për vete zhgryhet bashkë me ministret e ti në një luks si asnjë qeveri tjetër. Ndaj dhe është në vulletin tuaj, është në mençurin tuaj, është në vendimin tuaj historik. Me 11 maj ti ifni, ti këti njeriu që bën klonin dhe klon nuk është, këti shakaxhiu që shakaxhi nuk është, që përpiqet mashtroj nga salla në sallë ndëshkimin që meriton. Edi Rama, i themun këtu, se asnjë grua, asnjë vajzë, asnjë nën, asnjë motrë, asnjë gjyshe nuk mashtron ti me ato dokra bajate, përftironi pak, thot, sikur t'ikin burrat një muaj, se çfarë mbeten, sikur t'ikin gratë një muaj, se çfarë mbeten tek burrat, dhe po t'ikin burrat çfarë mbeten tek gratë. I ka plas çdo cip, mjafton që të mashtroj sa do pak. Të dashur miq, 3 javë më pak kanë mbetur. Këto janë javët, janë orë dhe janë ditë dhe javët e jetës sonë. Emisionit tonë
Letë betohemi ne të shtrojmë misionar, të takojmë gjdo njeri që njohim, gjdo komshi, gjdo qytetar, dhe të ignorojmë batutat e ti bajate, të ignorojmë të gjithë logologjin e ti, po të merrim me këte program, t'ja u shpjegojmë qytetarve këte program, se ky program është i mundësi për çdo të ri, është i mundësi për çdo punëtor, për çdo fermer, për çdo rrogtar, për çdo mësues që nuk do ketë rrogën minimale 1500 euro, për çdo mjek dhe infermier që do ketë rrogë të 2 fish krahasuar me këtë, për çdo naftar që do ketë të garantuar statusin e naftarit. Për të gjitha ata pra që besojnë se Shqipëria është një tokë e bekur, se Shqipëria ka pasuri prallore të cilat duhet t'i gëzojnë qytetarët e saj. Edhe njëherë, mirënjohjet pak ufishme, rrof shiu, rrof të fieri, rrof Shqipëria, të gjithë jeni njisha, të votojnë njishin, fitore, fitore, fitore. Jemi këtu miqtë e mi për të folur. Jemi këtu për të folur këtu miqtë e mi. Miqtë e mi këtu jemi. Yeah.